Kjo është Kosova Today, do të flasim për dinamikat vendore dhe do të merremi pak me politik. Janë publikuar listat zyrtare të kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe menjëherë normalisht ka nisur befasit. Emra trin, rikthimet papritura e figura që hyjnë për herë të parë në politik. Kush u fut në lista në minutën e fundit, kush mbet jashtë dhe çfarë sinjalizojnë këto lëvizje për strategjinë elektorale të secilës parti. Të çështje e diskutojmë me një super katërshe, ku të ftuar në studio kam kolegun dhe mikun tim gazetar Ardian Gaxherri. Mirë se ardhe zotri Gaxherri. Faleminderit, kënaqësi. Gjithashtu një mik tjetër emision Kosova Today, zotri Arxhen Softolli është me ne, kënaqësi të jesh me ne zotri Softolli. Në lidhje direkte kemi, sepse kemi shumë miq sot, zotri Ardian Zesiri, gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedojmë qoftë për politikën vendore, gjithashtu edhe për gjeopolitikën. Patjetër, faleminderit. Pas pak diskutimit ton do t'i bashkangjitet edhe zotri Azdren Shala, një mik tjetër emisionit ton, por është koha që këtë diskutim ta fillojmë në studio dhe do ta filloja me juve zotri Gaxherri. Si ke parë lëvizjet e reja në listat dhe gjithashtu listat në tërësi të publikuara rishtaze? Po, unë dhe kisha komentuar listën e vetëvendosjes PDK-s dhe LDK-s, ato kom analizu më shumë. Për këto dyja PDK-n dhe LDK-n lirisht ko marrë në të njëjtën konklud, të dyja këto parti po mundohen të përkrahin njerëz të rinj, pavarësisht se janë njerëz të rinj, janë njerëz me vlera. Do me thonë në 10-shën e parë kanë futur njerëz të rinj në mosh, por me vlera, dhe në anën tjetër nuk kanë harruar edhe të vjetrit duke i futur më poshtë, por duke mos janë ashkaluar. Normal që në secilin parti kanë ngelur dikush jashtë, sepse aty ka inate nga më të ndryshmet, luftra nga më të ndryshmet, nga ato personale, deri tek ato profesionale, ideologjike, dhe prandaj edhe në PDK, edhe në LDK, edhe në VV kanë mbet njerëz jashtë, por megjithatë gjithmonë nuk ka vend aty për më shumë se 110 persona, dhe prandaj dikush mbetet, dikush futet. Me merit apo pa merit, ajo është pastaj çështje tjetër, nëse dojmë të diskutu personalisht për secilin prej tyre të cilët kanë mbetur jashtë, pastaj mundemi me diskutu. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje ka të njëjtën listë, thjesht numri ne është Albin Kurti, të tjerët janë veç numra. Por jemi duke folur të tjerë në fakt e pasha dhe e ke parë për çfarë po flas, dini saktë për çfarë po flas. Për listën e vetëvendosjes se si është publikuar në disa faqe, por mirë, mos merremi, ajo është një shaka e userëve të ndryshëm në rrjetet sociale. Po më intereson pak ta kthejmë në aspektin e emrave. Cilët janë emrat që të kanë bërë përshtypje brenda listës zotri Softolli, listave në fakt, dhe pse? Sepse në fillim po ja japim një shikim gjerë kështu krejtëve. Unë i kom po listat, i kom po listën edhe të PDK-s, edhe të LDK-s, vetëvendosjes edhe të AK-s. Ajo për që ka befasu për të mirë ka qenë lista e Aliancës për Ardhërinë e Kosovës, që besoj që ka një prej listave më të mirat në ndonjëherë për kuvendin e Kosovës, ndërsa ajo që ka befasu për të keq është lista e Partisë Demokratike të Kosovës, për arsye sepse kam pa që në 10-shën e parë ka shumë pak, ose nëse më duket ke vetëm Sole Jashari nga ajo të cila buron vetë Partia Demokratike, pra nga ushtria qeverimtare e Kosovës. Ndërsa te Lidhja Demokratike e Kosovës kam parë shkarje të disa njerëzve, disa personaliteteve. Për shembull, ka qenë shumë befasuese mos futja në listë për deputet e zotit Agim Veliu, për çka besoj që vetëm me zotin Veliu Lidhja Demokratike e Kosovës mund edhe ta fitoj në një farë forme edhe qytetin e Podujevës. Për vetëvendosjen, vetëvendosja si subjekt politik gjithmonë e kemi thënë atë që edhe lista e saj është gjithmonë anti-UÇK, anti-vlerave më sublime të vendit. Kur jemi tek listat, Azdren, sepse ju keni dëshirë me fol pak ma shumë edhe me emrat përveçëm kështu, të paktën në diskutimet tona në deltet kështu, cilin nga emrat në listë, ose cilin nga lëvizjet brenda listave do ta veçoje për mirë apo për keq? Por me ju bashkuar fillimisht para folësve krëm, edhe kërkoj ndjesë që s'jam aty fizikisht e kom pa mundur sot. Pajtona që partit e kemi pa në që kam përfilluar listat, menimin tem janë munduar me maksimalizuar votën, në mënyrë që asnjë vot mos më ikë. Pra kanë fut kandidat
ku edhe një vot është e rëndësishme. Kurti pra ku e pa ndje atë suma në listë të vendosjes, ai po don çdo vot, në mënyrë që me ka pra po lëviz çdo gur, me vlerë çdo vot, në mënyrë që me ka luajë mundësisht atë 42% që ka pasur me nën shkurt, e që të doli me qenë rezultat i pamjaftueshëm për qeverinë. Por unë e pajtona me Argentin, për mua lista më e mirë, dhe ta ka qenë e PDK-s, falni e AK-s, ndërkohë po ashtu LDK-ja dhe PDK-ja e kanë pas një listë po ashtu të mirë, pra me atë përfilim të listës, sipas asaj renditje që e kanë bë, LDK-ja ka heqë një akuzë dhe e ka rikuperuar një fraksion që e ka pas në nën shkurtit. Fakti që nuk kandiduat të t'i qekej aty, tregon që aty o bën një kompromis i madh. Lumiri ka reflektuar mbi kritikën që po e drejton partinë me një grup të vogël të njerëzve që beson, duke e hapur listën edhe për atë strukturë të vjetër. Pra kur e pa shtresh Hikmet Bajramin edhe do vëllëçë në lavotin, më ngëzoj ky fakt edhe që kjo LDK që ishte dashur me komplet fillimin, atë që performon. Tu e përgëzoj Lumirin, e përgëzoj për reflektimin, edhe e ka bashku partinë kur e ka pasur rrugë një farë fraksioni goxha të madh nga nën shkurti. Njët ka vepruar PDK-ja, akuza që është parti rajonale me listën e djeshme u pa që zoti Hamza e ka ndërtuar një strukturë këtë tjetër, e ka bën një renditje këtë tjetër, unë nuk i kemi më fare në Dobëllaçe ose një nga ata është Dobëllaçe i nga ana Drenica. Dhe kjo është mirë, pra kanë reflektuar bukur mirë mbi do kritika e cila ka u vota. Ta shpres me pas rezultat pak më të mirë se sa me nën shkurt. Edhe PDK-ja, LDK-ja. Do të thonë, kem patjetër pajtona me Argentin që pas listë fantastike, domethënë, generalin Agim Qeku, pastaj kemi aty Burim Ramadani, një ekspert, një vullnetar, për ma tepër për kontribuar për kundër propagandës ruso-serbe në Kosovë, edhe kus ka qenë pjesë AKI-s, si AKI ka pas performancë shumë të mirë, Burimi janë një djali përgatitur edhe për mua e kusikron listën. Gjithashtu, në të listën e AKS, pavarësisht mos veprimeve të mia që i kum pas, më pëlqen fakti që është Dardan Krasniqi, edhe kur ka qenë aktivist i vendosjes, sa kum pas debate me Dardanin, unë personalisht Dardani ka qenë goxha autokritike dhe ka pranuar atë kohë gabimet e vendosjes. Pra, nëse dikush mendon se Dardan Krasniqi tash që ka dalë në AK, po e shanë dhe vën jo. Dardan Krasniqi është vetëm një aktivist, dhe kur ka qenë pushtet në fillim Albin Kurthi, ka pas kritikë në qeverisë. Edhe ka mbret normal, ka besuar ai që është e drejtë. Pra, në përgjithësi listat e PDK-s, LDK-s dhe AK-s, janë fantastike të mira dhe më pëlqyen. Edhe në vendosje ka më pak njerëz që për unë i vlerësoj, por mua aty e kisha veçuar veç Arlian Gola. Backgroundi i tij intelektual dhe shkencor është i jashtëzakonshëm, Gola më i miri aty nuk diskutohet, larg tjerëve pret, por megjithatë me një lule nuk qytet pranvera. Mendoj që nëse kish pas më shumë njerëz si Gola, i shkon më mirë edhe për qytetarën e për vendosjen. Po s'kemi pa, të vëllazë që vendosën për mua është njëta, e kemi një shkelc kushtetutos, ligjërisht shkelc të kushtetutos Avni Daharin, e kemi një prokuroratin i cili ka quajtur mercenar ushtar të luftës, pastaj aty është Mimoza Kusari që koordinohet me Radojčićin. Pra, lista top edhe që e parë është për mua listë skandaloze e vendosjes. E kemi basën e listës Albin Kurthin, i cili i sfidon prokurorinë tonë duke mos ju përgjigj asnjë tese por u intervistuar si dëshmitar. Pra, në këtë zgjedhje, qytetari është mirë me ditë me vodallimin, kush ka qenë më serioz raport me ofertën për qytetar e kush jo. Në këtë pikë më serioz dalin tri partitë që përmenda. PDK, LDK dhe AK. Me një ardian gol nuk bënd, Lara. E qartë, zëtëri Zëshiri, tani më ju para vetës, besoj që i keni edhe listat e top 10 emrave. Saj përket rënditjes se si e kam bërë, cila listë realisht në këndvështrimin tënë personal ta mush synin ma shumë. Të pak të nëse i këshyrim prej 1 deri në 10, për arsye se nuk besoj se edhe shumë prej qytetarëve kanë mi lexuar 110 emra për me votu, në qoftë se ata veç nuk i kanë numrat atyre ose emrat paraprakisht. Po, une... si pas mendimit tim, natyrisht, unë mendoj se top 10-qa e ish partive opozitare, edhe AK-s, edhe PDK-s, edhe LDK-s, përmban emra kvalitativ. Ato që e thanë edhe bashkë bisedues të juj, partit janë mundu që të fusin prurjet e rera që i kanë bë në momentet e fundit. Unë besoj që ka jashtëzakonisht figura interesante edhe tek PDK, edhe tek LDK, edhe tek Aleanca që kanë prurje të reja. Mendoj se kjo do t'i ndihmoj rritjes së votës së ish opozitës.
kur jemi të partia më e madhe, shohim që është një ripërsëritje e njerëzve të cilët tani më i kemi pa në krye të kësaj partie që sa vite, kështu që nuk ka ndonjë risi atje. Mirë po, është shihet një mobilizim i qartë që partitë ish opozitës janë duke mundu me ba. Natyrisht ka pak natësi, mirë po kjo është gati se normale në një situatë të tillë. Aja çka vlen se këtohet ndoshta më shumë se sa listat është fryma e përgjithshme tek popullata, është lodhja që popullata e ka pas gjatë vitit të fundit me mos konstituimin e institucioneve të Republikës Kosovës ose refuzimin e konstituimit të institucioneve të Republikës Kosovës, e cila do të ketë ndikimin më të madh tek rezultati zgjedhor. Po. Kështu që kjo është, unë mendoj, që do të bën dallimin në zgjedhjet e ardhshme. Një prej emrave ekran, cilët për mu personalisht ka qenë befasi që e kam pa në listën e vetëvendosjes, ka qenë Andin Hoti. Ishte deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, djali i Ukshin Hotit. Po, djali i Ukshin Hotit. Unë përbesë edhe më herët... Në listat e vetëvendosjes paraprakisht ka qenë edhe Erleta Hoti, motra Andin Hotit. Po, fiks, po, Andini ka qenë një farë bartësi i ideologjisë si frymës babait të tij dhe ka qenë gjithashtu edhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës. Ndonse ne jetojmë në një demokraci, në një vend lirë, ku ai ka të drejtë të vendos për fatin e tij edhe për vendin edhe për të tjerat, por konsideroj që zoti Andin Hoti do para se të hynte në listën e lëvizjes vetëvendosje, do duhet të shinte veprimet që i ka bërë vetë lëvizja vetëvendosje në raport me Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës, në raport me Gjykatën Speciale, në raport me veteranët e Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës, në raport me të pagjeturit, ku ai ka qenë edhe kryesuesi i komisionit për të pagjeturit. Besoj që Andini e ka vlerësu gabimisht këtë gjë, edhe është gabim që ka hyrë në listën e vetëvendosjes. Sepse që ne i dimi deklaratat e Kurtit edhe të mëhershme që nuk do të ketë negociata, nuk do të ketë takime, nuk do të ketë marrëveshje pa u kthyer të gjithë të pagjeturit, e ne e dim që ende fati i Ukshin Hotit ende është i paditur për qytetarët. Prandaj konsideroj që Andin Hoti me këtë veprim ka gabuar që ka shkuar në listën e partisë e lëvizjes vetëvendosje. Ka një logjik për shembull të këta emrat gaxhere, jo rastisht e ceku zotëri Softolli figurën e Agenveliut, por ka edhe disa figura tjera të cilat sikur po mbesin jashtë listave. Për shembull, ajo që po më intereson me ditë me gaxherën bisedoj zotëri Softolli pak e kena përcjell situatën nga tereni, prandaj më intereson me ditë prej tij këtë çështje pikërisht. A vlen 20.000 vota edhe brenda PDK-s zotëri Limaj, sikurse jashtë PDK-s, mendoni se do të merrte më shumë vota, do ta forconte PDK-n nëse shkon me PDK-n, sepse realisht në këtë moment mu duk pak e çuditshme duke marrë parasysh edhe insistimin e një pjesë të kryesisë së PDK-s që megjithatë nisma socialdemokrate po konkuron si një listë vetme. Po, PDK-ja këtë probleme ka, se krejt njerëz të elektorati thojnë që e ka një udhëheqësi sa për sy e faqe, sepse udhëheq dikush tjetër PDK-n. Mos ma marrin për keq, nuk jam unë që po jap këtë mendim, por në qoftë se flet me qytetarë, gjithmonë paragjykojnë se PDK-n e udhëheqin ata nga Haga, pavarësisht se kush është në krye të saj, dhe kjo e penalizon padyshim Partinë Demokratike të Kosovës, ndërkaq sa i përket nismes dhe limës. Unë e kam theksuar këtu në këtë emision para disa ditëve, prap po e ritheksoj që Partia Demokratike i friksohet Fatmir Limës, sepse Fatmir Limaj është njeriu i dytë në bashkëthemelim bashkë me Hashim Thaqin në këtë parti, pra në Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe gjithë Partia Demokratike, pa përjashtim, e respektojnë edhe ata që s'flasin me to e respektojnë Fatmir Limën. Dhe prandaj, unë nuk e kuptoj frikën e Partisë Demokratike duke pas... Po jo krejt partia e frigot, sepse kishim deklaratën e zotëri Ladrovci... Sa dërmuse PDK-s kanë qenë pro që zotëri Limaj tjetë në listë. Partit tona janë kryesia, ose janë kryt. Konkretisht, as kryesia të shumica e partive, po është kryetari. Abdenaj që pytet për shumicën e gjonë, tjetër gjonë letër që shikemi, po në realitet, kjo është e vërteta. Ju thoni se Petri Hanca aktualisht e ka marrë atë rol një kryetarit, tamam që takon nuk i vetë të tjerë, edhe ai
vendos për gjërat? Në këtë rast nuk besoj që si ka vetë të tjerë, se nuk është e vërtet. Fatmir Limaj dhe Hashim Thaçi janë prishur për pazaret e tyre, na këtu kemi jetu edhe në atë kohë, dhe prandaj nuk mundet ta shpajizën Hashim Thaçit Fatmir Limaj mu kthy në Partinë Demokratike të Kosovës, dhe ardhja e Fatmir Limës në Partinë Demokratike të Kosovës nuk është më 20.000 vota, po është pa dyshim 50.000 vota për Partinë Demokratike. Prandaj unë se kuptoj pse Partia Demokratike i friksohet Limës, kur tek e fundit ata janë 10-15 janë komplet kërësia, kur dojnë apet mujnë me preshtu, që shja kanë bo herën e parë. Mirë, zotri Softon, dhe të intervenoj. A vjen Fatmir Lima si strategji? Mendoj që leadershipi i PDK-s me zotin Limaj, ndonë se unë personalisht kam qenë proç që zotin Limaj tjetë pjesë e listës Partisë Demokratike, por mendoj që zoti Bedri Hamza nuk ka dashur që të bje prej e diskursit edhe narratives të ndërtuar nga lëvizja vetëvendosje. Që domosdoshmërisht që Partisë Demokratike i duhet Fatmir Limaj për të garu për vendin e parë. Dhe kjo ka qenë ideja që dhe diskursi i ndërtuar nga lëvizja vetëvendosje, për çka unë mendoj që zoti Bedri Hamza në këtë raport nuk ka ra prej e diskursit të ndërtuar nga lëvizja vetëvendosje. Unë personalisht mendoj që do duhet të ishte, sepse zoti Limaj i duhet kuvendit Kosovës, ka qenë edhe pragmatik si deputet. Ku me imbledh. Fiks, po dha e tha që nëse kaloj pragun do t'jem pjesë e grupit parlamentar të PDK-s, po do të ishte vlerë e shtuar për Po, do të ishte një vlerë jashtëzakonisht e shtuar, por prap do të me kalu të Azdreni. Azdren, kush spedon Limën PDK-s sipas teje? Ose ju kush spedon? Pse shku në damas kur si pas asaj që po flitet në studio nga dy bashkëbiseduste me logjik shumë thonë një zëri se Lima do të kishte më shumë do të krijuar një si energji e elektoratit PDK-s. Fiks. Pajtona që është gabim strategjik mos futja e Limajt, se definitivisht kishte gjeneruar më shumë vota për PDK-n, por nga ana tjetër mendoj që të dyja pala që se ka marrë, pra PDK-ja edhe LDK-ja paraprakisht, kanë kalkuluar me një histori parapraket Limajt, që i vjen Limaj ka di gjithmonë, sa e ka qenë pjesë e një koalicioni, sa e ka kaluar pragun me një kuvend, ka ndërtuar grup parlamentar të veçantë. Kujtohet atë kohë, pani, për 2017, Limaj ka marrë, nëse s'ka bëjt, 8 ose 9 deputet. Me ata deputet, unë da veç, panit, me qenë se e ka mbështet qeverinë, era Mushradinit, më ka vepruar si grup i veçantë parlamentar. Këtë frikë njetë, e kanë edhe tash partitë PDK-ja, LDK-ja, përse kanë marrë. Se shumë, ata kanë gjykuar. Me e pa drejt, nuk e dija është e drejt, ata kanë gjykuar që nëse Limaj futet në koalicion, edhe hinë kuvend me 2-3 deputet ose 4, ai shumë lehtë mundet me afish matematikat me shkuar prapë me Albin Kurtin. Kjo frikë i ka përcjellur gjatë gjithë kohës. Prandaj për mua nuk ka rrezikuar. Por nga ana tjetër, mosfutja e Limajt në kuvend, gjithçysh Albin Kurti ja çon 2 deputet tepër. Këtë ligjin e ri të zgjedhjeve, pra kjo i vjen popull hyjse të vrava, zhvishë të vrava. Ka të që e sillshë, Limaj be bërë në rrezik. Unë kam qef me kalu pragun Limaj, ka pas qef me parë në kuvend. Edhe nismën, sepse sa më shumë pluralizëm partijak në kuvendit, aq më demokratik kuvendi. A ka marrë këtë qëllim, por një mos zore vështirë, uroj që me luftuar shumë Limaj dhe në fund, uroj që më përpjek dhe në fund, edhe pse është shumë e vështirë me pa kuvendit të gjykuar deri tash cila është trupa elektorale e nismës. Po e qartë, e kishë ndërtu një listë për 110 kandidatëve, për çka mendoj që është edhe potencial ndoshta edhe për ta kaluar pragun. Sepse është një farloj tek elektorati i Kosovës, është një farloj momentumi për Fatmir Limajn, i vogël. Po, është një farë momentumi, sepse unë besoj personalisht se ka kriju atë momentum pas zgjedhjeve. Me sjelljen pragmatike që e ka pas. Zotri Zeshiri, do doja të di këtë çështje. Fakti që Fatmir Limaj deklaron se pas zgjedhjeve do t'i bashkangjitem një koalicioni me PDK-n. A është kjo një farë forme e hyrjes ose planifikimit të një koalicioni të madh pas zgjedhor? Apo tregon diçka të tillë situata nëse e komentojmë prej këtij këndi? Kja deklaratë e zotit Lima nuk është aqe pa fajshme që duket në shikim të parë. Kja deklaratë është e drejtuar drejt votuesit tradicional të PDK-s, të cilën nëpërmes kësaj deklarate zoti Lima dëshiron ta rikthejë tek nisma. Kështu që nuk është aqe pa fajshme drejtuar PDK-s sa duket në shikim të parë. Po mendon nuk është e sinqertë? Jo, nuk është e sinqertë as pak. Okej. Mos harrojmë
ndarja e zotit Lima, do thotë e nismës me PDK-n ka ndodhur gjatë kohës ish presidentit Thaçi, dhe se bashkimi eventual mund të ndodhë vetëm me praninë e tij në politikën aktive. Është e vërtet që nisma socialdemokrate dhe zoti Limaj e ka mbi lujtur dorën e vet. Do të thotë e ka shit shumë ma shtrejt se sa që duhet, dhe se nuk ka mujt me vetë faktin, unë pra me ndëgjova konferencën për shtyp, tha nuk kemi pas kushte, nuk është e vërtet që s'ka pas kushte, nëse s'kish pas kushte, ose me PDK-n, ose me LDK-n, do të mund të përfshije në lista, do të thotë kanë ekzistu kushte të cilat këto parti i kanë gjetë të papranueshme. Nuk besoj, Erdian, që kanë kriju kushte, se Limaj ka vite që po bën presion ndaj PDK-s që të futet në PDK, dhe ende është pa PDK-n, dhe edhe pse po konkuroni vetëm, ai pra po thotë do kthehem PDK, po PDK-ja s'po e pranon, prandaj nuk besoj që i kanë kriju kushte. Në LDK ka qenë diçka komplet e panatyrshme, edhe vish domi kish bo LDK-s, edhe LDK-ja Limes. Po, për ashtu e përdor narracionin të cilin e përdori zotri Ladrovci, kur doli në zgjedhje, ka shi PDK-s edhe Lima tash, zotri Zëqiri. Me këtë deklarim po flas. Nuk funksionon. Narracionin të cilën zoti Lima është duke e përdor, është i shkakton dam PDK-s elektoralisht, dhe se unë mendoj se mbetja e zotit Lima, nëse shikojmë zgjedhjet e fundit lokale, si parti në për asamble komunale kështu me radhë, zoti Lima i ka marrë dikun 2.5% të votave të përgjithshme në krejt Kosovën. Do të thotë jemi të folë prej 1 deri 2% të votave të cilat me gjasë do të thotë do shkojnë automatikisht tek lëvizja 80% e tyre do të shkojnë tek lëvizja vetëvendosje ose tek partia më e madhe. Kështu që zoti Lima i ka shkaktu dëm gjithandej pozicionit të ish partive opozitare, me faktin që është jashtëzakonisht pak e mundshme ose mos them e pamundur që të kaloj pragun. Kështu që është një lloj dëmi jashtëzakonisht i madh që është duke i shkaktu ish opozitës. Unë mendoj se do të ishte shumë më e ndershme prej zotit Lima të thoshte që në këto zgjedhje ne nuk konkurrojmë dhe se e lajmë votuesin tonë të votojë sipas ndërgjegjësisë së tyre. Sepse është këto vota do të jetë. Ai bie zotri Zëqiri, sikur unë të them tash, unë për 4 vitet e radhës nuk do ta udhëheq këtë emision, sepse nuk është në rregull. Besoni se do ta bënte një gjë të tillë zotri Lima, ta shinte veten në penzion për 4 vite? Ose për ndëgja, këto vota ajo është jashtëzakonisht edhe njerë e pamundur që ta kaloj pragun, kështu që këto vota në bazë formulës re të shpërndarjes së votave të partive që nuk e kalojnë pragun, 70 deri në 80% të këtyre votave shkojnë për partitë më të mëdha. Realiteti është ky, është dashur, por edhe njerë po tham, ai e ka mbi lut rëndësinë dhe rolin e vet, dhe se unë mendoj se zoti Lima është një politikan me karrierë të gjatë politike, mirëpo në këtë rast ka bërë gabim. Mirë, le ta shohim a ka bërë gabim, për ndryshe mendimin se çfarë do të ndodhë me këto gabime, kërkojmë edhe nga ju që po na ndiqni live nëpër platforma të ndryshme, mos harroni në anën e djathtë ekranit tuaj, e keni një QR kod përmes të cilit ju mund të bëni pjesë e pyetjes për ditën e sotme. Listat për kandidatët për deputet për zgjedhjet e 28 dhjetorit do të sjellin përsëritje të rezultateve apo rezultate të reja. Votoni mendimin tuaj, gjithashtu shkruani edhe komente në YouTube, sepse ndonjëri nga ata edhe do ta komentojmë këtu në studio. Zotri Shala, këtu ka një disponim rreth studios 2 palësh, por e pam që zotri Zëqiri mendon se ka pak gjasa që nisma ta kaloj pragun. Ndërsa zotri Softolli tha se është një momentum për Fatmir Limën krahas implikimeve që i ka pas zgjedhjeve deri më sot në kuadër të zgjidhjes së situatës. Si e shikoni ju këtë çështje? Qyre, tash në varet që interpreton, dëshira jeme si argjend të është me kalua pragun Limaj, mirë po, mundësi dhe nëse bëmi të sinqet, është e pa mundur. Asaj që po i fot argjenti... është e pa mundur?
gati po. Asaj që Argjenti po e shesit për përmim ti, shumë njerëz nga ish opozita e kalume e kanë pasur si element destruktiv. Po sa thoni, paraqitja e parë publike pas mirë ka qenë në debat plus të Emër Pandulli, ku ju vetë ofrua Albin Kurtit. Ktu e ka humbur mundësinë ai. Pa atë deklarim, pa atë emision, që atë kohë për mua ka qenë i papranueshëm edhe i pa imagjinueshëm, kur e niq ato po Limaj, kjo e ka humbur besimin te parti tjera, LDK, PDK, AK. Po dhe Azhdren, ama ka pos edhe momente kur zoti Limaj ka thonë unë jam i gatshëm me ndihmu partive edhe me u bashkangjit partive ish opozitare për me rrezu. Masi e pa që me Kurtin nuk negociohet. Masi e pa që... Jo, në fakt, takimi ti parë me Sajdione ka qenë me grupin opozitar zotri Shala, nuk ka qenë me vetë fillimisht ka qenë pra një koalicioni ish opozitar, ma tutje... Ka qenë, veç nga një moment. Dy persona që e kanë prish blokun opozitar ka qenë Limaj, na nuk e dim që ka folë publikisht, njerëz e din privatisht, njerëz e din që ka folë publikisht, po herë parë ka folë qysh, është i gatshëm. Si ka mundësi, më fal, zotri Shala, veç po du me ditë logjikën e saj punë, qysh mundet ma i pavotumi me prish një blok opozitar. Sepse ai ka besuar që Albini minus 2-3 numra i duan për me bo qeveri. Ajo vetë afruhe, që ka folë privatisht. Kalkulime politike ka bo, po. Pra, Lima e ka akceptuar me një send, kur ka thonë që nuk ka as ish opozita disponim me boni qeveri. Po, për marketingu dhe narracioni kalkulimeve politike të Limës ka qenë në kuadër të zhbllokimit. Po fix edhe, jo, menoj që unë personalisht menoj që është një farë lloj momentumi. Jo, s'ka pas lidhje me zhbllokim ajo farpune hiç, ka pas lidhje me tradhti elektorale. Ne duhet ta themi të vërtetën se i bëjmë derë edhe zotrit Limaj. A bon be? Po, falem atë. E kemi bën, në atë kemi bën një pyetje. Zhbllokim në çfarë kuptimi? Nëse ai ka thënë zhbllokim edhe me Albin Kurtin, atë ka pas gabim. Se ti mund të bëj qeveri me Kurtin, po situata nuk zhbllokohet. Kriza vazhdon. E kjo çështje më fal, zotri Shala, tani kjo këndvështrimi joti, mbas ai e ka këndvështrimin e tij, e kupton? Ka qenë edhe diskursi i Limës fushat me Ramushin. Po që jemi këy, unë për referona edhe ati që ka thonë. Disa emisione para në Kurtit, ai ka pas këtë deklarim temin. Për koalicionin me Ramushin s'kemi pse e bojmë fajtor Azhdren, se ai ka shku si subjekt politik dhe nuk i obligohet Azhdren. Nuk i obligohet Ramushit. I obligohet kur bën marrëveshje me dikon, nuk ka me shkput marrëveshjen e anshëm. Zotri Lima e ka shkput marrëveshjen e anshëm. Ai ka qenë koalicion para zgjedhor. Ka qenë koalicion para zgjedhor. Zotri Zeshirim duket se mos ta harrojmë narracionin që ka kriju zotri Limaj, edhe të cilin e ka prish vetë. Zotri Limaj ka qenë kundër Kurtit në çdo aspekt. Nëse shkon në një koalicion, zotri Lima në asnjë mënyrë s'kish mujt mi morë 3 deputet, i ka morë vetëm bazë që ka qenë në koalicion me Aleancën. Pikërisht. Kështu që gjithsesi se i obligohesh atij koalicioni politik me të cilën ki garu. Unë mendoj se edhe një herë zoti Lima ka bërë gabim të madh me atë lojën solo që një herë ka filluar ta luajë në kuadër të koalicionet me Aleancën, pa kur farë konsultimi dhe është pa hapur që ka qenë në kundërshti me pozicionin e Aleancës. Mendoj se këtu ai e ka treguar që nuk është lojtar në ekip, është individualist dhe se të gjitha partitë politike kanë pas frikë që ta fusin një parti kaq të vogël, po e cila mundet me shkaktu dëm kaq të madh tek koalicioni. Kur po them që është një lloj momentumi për zotin Limaj, po bazohem gjithmonë në atë se çfarë unë e shoh tek elektorati në tërësi. Zoti Limaj te një pjesë bukur e madhe e elektoratit është parë si një lider pragmatik për zhbllokim për krijimin e institucioneve. Se tash ai kish zhblloku me Albin Kurtin apo me partitë opozitare, kjo është çështje tjetër. Po mbi bazën e kësaj në elektorat zoti Limaj ka krijuar edhe ka fituar një lloj simpatie. Pra, varet për kënd, ka fituar ndoshta për ty simpatin, pas mendimit tënd. Mirë, ata janë, domethënë ka fituar për atë. Unë për një pjesë të elektoratit, se te Ardian na po çdo ditë jemi në terren, i shoh do të kthejmë tek ty zoti. Tash mbi bazën e kësaj konsideroj që zoti Limaj e ka momentumin e tij. Edhe unë besoj që e ka të pamundur me kalu pragun, sepse situata elektorale është e atill. Por gjithashtu mendoj që është një lloj momentumi, do të ketë ngritje të vota zoti Limaj në raport me. Më së shumti në qoftë se
Zotri Limaj nuk e kalën Pragun, zotri Kaqerre. Zotri Limaj, humë mas shumë. Po nga Partia e parë. tjera. Dhe partit tjera, Partia përfiton. Partia e parë fiton, partitë të tjera humbin. proporcionalisht ndohen votat, partia e parë merr. Jo, nuk ndohen votat, jo. Si? Jo, nuk ndahen proporcionalisht. Po ne se shumicën, jo proporcionalisht, shumicën e votave merr partia e parë, po Jo. e përdora si fjalë proporcionalisht. Mirë, okej, po, me që Në bazë të përqindjes së fitimit. është e qartë. Ja u përkthej. Se pe dim gjithë Ujna çfarë. në base me tregu dhe kështu milimetrisht të sakt këtë çështje, zotri Zecirit, qysh ndohen Me fol votat tash ajo. e atij që nuk shkon, domethënë, në zgjedhje, sepse do të ishte shumë mirë a më na dhoni spjegim sa më të thjeshtë që ta kuptoj secili prej qytetarëve të cilë do dalin para kutive të votimit. Si ndohen votat, po thu, Si ndohen votat e subjekteve që nuk e kalojnë pragun. ndohen bazë Ka përqindjes. qenë Pas përqindjes një formul tjetër e cila i ka ndohë votat në mënyrë proporcionale të sakt. Mirë po në zgjedhjet e fundit kur është ndryshu ligji për zgjedhje, në zgjedhjet e fundit është bërë një formul tjetër ku shumicën e votave tash i merr partia më e madhe. Do thotë kështu që edhe njerë 70 deri në 80% këtyre votave shkojnë për partinë e cila del e para në bazë votimeve. Është e pritshme që lëvizja vetëvendosje do del prapë e para, kështu që edhe njerë momentumi i nismës mund të jetë i tillë apo i atill, fakti i thjesht i realitetit që ndron që këto vota do të jetë të humbara dhe këto vota do të shkojnë, shumica absolute e tyre do të shkojnë për partinë më të madhe. Kështu që unë mendoj se është një Për partinë më të madhe mundi me thona për vetëvendosjen së dimit. Për partinë fituese, po thotë, s'po thotë për Jo, partinë më të madhe. valla, tha me gjas do të shkojnë tha për lëvizjen vetëvendosje, se pritet që do të jetë partia e parë, po Nuk e di. Ka me qenë partia Po, Adriani edhe Azdreni këtë rast që nga realist edhe unë, po ti s'po di ku këtë jetu. jo, po faktikisht nuk, po rezultati nuk e di mi hala. Po e s'ki që me ditë se na që jetojmë. Ka me dalë vetëvendosja e para me 30 deri në 35%. Na krejt po i parashikojmë këto sande dhe po flasim me njerëz. Dhe në qitë matematikë. Me qenë Nuk se janë jemi... rezultat 30-35% që nuk ka rezultati pa mundur as për PDK-n. Me qenë se jemi tek Fatmir Limaj, do doja të shtoj diçka. Ka shumë rëndësi narracionet të cilat i krijojnë njerëz, sepse ato pastaj ju bien bumerang. Dhe edhe politika, edhe jeta, nuk është me fitu diçka momentale shpejt e me lon ato më të madhe për nesër pas nesër se priton ti me prit, ose janë do punë tjera. Prandaj edhe Limaj ka ngritur narracionin kundër Zotrit Kurti. Krejt votat i ka fituar kundër Zotrit Kurti dhe në fund ka shku me Zotrin Kurti. Dhe me këtë, po du mja hedh poshtë hipotezën Argjendit që s'ka momentum për nismen, kur fare hiq. Për kundrazi ka zbeur imazhin e vet me këtë veprim të cilin e ka bo. Sipas teje. Zotri Limaj është në të njëjtën pozitë si Vjosa Osmani. I ka mbyllur dyert me PDK, i ka mbyllur dyert me LDK, me AK, me VV, edhe ka mbet në listën e vet. Çështu e shohën Zotrin Limaj. Okej. Ndërkaq sa i përket zgjedhjeve, pa dyshim që vetëvendosja do të bie deri në 10%. Kjo është nëse e qartë, sepse njerëzit ja kanë dhënë mundësinë Zotrit Kurti. Zotri Kurti një vjet na mbajti peng shtetin, por unë do të doja që lëvizja vetëvendosje në qoftë se të bie deri në 30% për shkak se ne mundemi me pas zgjedhje prap në prill. Në qoftë se ne nuk arrim me bo një koalicion të madh me 80 numra, ne prap kemi më shku në zgjedhje. 80 numra? Po, 80. E qartë, a ka mundësi, e qartë, dhe do të ndalim tash në këtë pikë. Ti te i kalojmë këtu detajet e zgjedhjeve ose emrat e përveshëm, do të ndalim në këtë pikë. Zotri Shala, sheni mundësin për arritjen e një koalicionit madh nga njëri, sepse nuk kemi më parti fituese, ose tash i kena thjesht një koalicion i madh mund të ndodhë ta krijojë qeverinë. Ka mundësi të ndodhë diçka e tillë? Veç me shpjegua, parti fituese ka gjithë. Nuk është fituese ai që e merr detyrimisht 51%. Jo, e menova në këtë moment, me që nuk i kemi rezultatet, mos të aludojmë sepse kjo mund të ndikoj pastaj tek votuesit. Thjesht, në këtë moment të zgjedhjeve, a mund të ketë një koalicion të madh? Po, unë mendoj që masun e zgjedhjeve kemi pas edhe institucione, edhe nuk kemi me shkuar në zgjedhjen në prill. Unë e presë rezultati me qenë ka shumë i njëjti, me 2% poshtë lartë për secilën parti, edhe për vetëvendosjen, edhe për PDK-n, edhe për LDK-n, edhe për AK-n. Fillimisht kemi pas institucione, sepse
tashmo një ngarë edhe një post i rëndësishëm, posti i presidentit, që është mjaft joshës, edhe është mjaft domethënë për secilin parti që e merr atë post. Rrjedhimisht, oferta rritet, partitë zbuton, i lëshojnë të qëndrime, edhe futet në koalicion i pari me dytin ose i pari me tretin. Tu nuk kam dilema, jemi këtu flasim bashkë. Pra unë e mendoj që këto zgjedhje, me që e kanë afër edhe çefin e presidentit, kryeministri, kryeparlamentari në 3 poste të mëdha që mundin mjaftueshëm me i kënaq 2 ose 3 partnerë të koalicionit. Prandaj kemi me pas institucione. Po, zotëri Rezishiri? Dëgjo, me ketë këto që ka kemi po... Sepse zotëri Rezishiri, nëse tash nuk arritën ta krijojnë një koalicion të madh pas zgjedhjeve, pse do ta krijojnë pse do ta krijojnë pas zgjedhjeve të ardhshme, nëse për 10 muaj, 11 muaj në fakt u bllokua vendi, pse do të krijohet një koalicion e tillë pas zgjedhjeve? Sepse kësaj radhe nuk kanë mujt me kriju koalicion qeverisës. Nuk i kanë pas votat fatkeqësisht kran. Edhe nëse ishin ba krejt bashk, prapë si kishin pas votat. Kështu që mendoj se aja elektorati i këtyre partive, dëgjoj, jemi të folë për partit ndryshme, këto të ish opozitës, të cilat kanë historik ndryshëm, të cilat kanë animositet mes veti gjatë historisë tyre politike, nuk ka mujt që vetë në një moment të thojmë adre të bombi bashkë krejt, sepse nuk është ditë se si do të reagon elektorati i këtyre partive politike dhe ato të ndëshkon apo jo. Tash, me këtë një vit që e kemi po, me këtë paralizë, është bëhe qarë që vetëmja zgjidhje nga kjo paralizë në të cilën gjindemi, është në rast se partitë ish opozitës e gjojnë një farë mënyre për të qeverisur dhe nëse rezultati i zgjedhjeve ja lejon këto. Ne shpresojmë, ose ato shpresojmë që do të kenë rezultat më të mirë dhe se ky rezultat më i mirë së paku do të mundson që ta krijon një koalicion qeverisës solid pa pjesëmarrjen e listës sërbe. Kështu që kjo është aja çka pritet, do të thotë janë kriju tek elektorati i këtyre partive politike është kriju bindja që ndoshta duhet patjetër të bashkëqeveriset me ish partitë e opozitës në mënyrë që të mbikalohet aja që shihet si pengesa kryesore që është lëvizja vetëvendosje. Kështu që kjo është aja, kësaj radhe nuk kam pas mundësi, herën tjetër, po shpresoj që do të kanë mundësi dhe se elektorati është tani më i bindur që ndoshta është rruga e vetme. E qartë, do doja ta merja edhe përpara se të shfaqim edhe rezultatet e pollit ditës sotme, do doja ta merja nga një koment të shkurt mbi listën serbe. Zotëri Softolli, si duhet të qasen listës serbe duke marrë parasysh se i ka një numër të madh komuna është në veri atje, edhe gjithashtu është një faktor i rëndësishëm në krijimin e numrave për krijimin e qeverisë, si duhet të qasemi? Dëshira dhe vullneti i gjithë secilit prej neve është që të mos përfshihet fare lista serbe në qeverisje, për shkak të sjelljes së saj në raport me Kosovën. A ki vendim gjykate për atë moment? A ki shpall me terroristë? Jo. Po s'kemi, fatkeqësisht nuk kemi, por do duhet të keshim. Leni këto fashizma, sa është keq. Tash s'm lënë përfunduar. Po mirë, do ta replikosh zotëri Shala, patjetër. Azdren, por në anën legale lista serbe do të jetë pjesë e kuvendit të Kosovës, ndoshta edhe do t'i duhet dikujt edhe për t'i themeluar institucionet, përderisa ajo nuk është e shpallur pikërisht që do që pëtët Azreni me vendim të gjykatës si organizatë terroriste, është krejt në regull nëse do tjetë pjesë e institucioneve, por dëshira vullneti i besoj gjithë se cilit prej neve është që ajet mos jetë pjesë e institucioneve të Kosovës. Të merremi vetëm me rezultatet dhe situatën faktike, kishim 3 vite për ta kthyer, për ta ngritur pa dim, për të mbledhur prova, për ta shpallur organizatë terroriste. Realiteti është ky. Lista serbe merr pjesë në zgjedhjet e fundit zotëri Kazhiri. Pse lista serbe nuk është organizatë e shpallur terroriste, i takon vetëm qeverisë, po mendoj institucioneve të Kosovës, e normalisht më së shumti i takon si parti politike, po flas në pas lëvizjes vetëvendosje, sepse kanë qenë duke udhëheq me qeverinë, edhe me institucionet. Por zotëri Kazhiri, si duhet ta shikojmë në të ardhmen, është një kategori kushtetuese, dhe si duhet t'i shohim asaj sipas mendimit tënd? është kategori kushtetuese edhe deshtem s'deshtem e kemi aty në parlament, por me pas mundësi mos me bo heq kur gjo me ta, mirë kishtë qenë,
Për ndryshe, narracionet e zotrit Kurtit të ndërtuara me vite bin poshtë në këto zgjedhje dhe po ashtu edhe narracionet e këtyre tjerëve PDK-s, LDK-s bin poshtë në këto zgjedhje dhe unë besoj pa dyshim që Lëvizja Vetëvendosje tu e pas Bedri Hamzën kandidat për kryeministër, PDK-ja do bëj koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës dhe këto të dyja do ta udhëheqin Kosovën pas zgjedhjeve të ardhshme. Mirë, qartën do të kthejmë prapë tek lista sërbe, sepse këtë çështje do ta diskutojmë në një emision tjetër, se sa po foli Gaxherri. Zotri Shala, si shikon ti realisht çastin që po ja japim listës sërbe dhe a ka mundësi që të shfrytëzojmë në të mirë të vendit këtë subjekt, duke e ditur se është edhe kategori kushtetuese? Dëgjoni, e para nuk është kategori kushtetuese lista serbe, përfaqësimi i serb është kategori kushtetuese. Pikërisht, por mundësia, por përfaqësimin e tyre bën lista serbe. Dhe në këtë sepse zotri Shala, kemi kohën e vogël edhe nuk do të merremi me histori pastaj për Banskën se kena diskutuar. Sot, lista serbe është pjesë e zgjedhjeve të fundit si ti qasemi. Që tu po thon, ka qellu më kon lista serbe përfaqësuese më e madhe e serbe. Rrjedhimisht janë përfaqësuese serbe të Kosovës në guvern. Me këta duhet me bashkëpunuar. Çdo bojkotim, çdo anashkalim i tyne, pa vendim gjykate, pa një shpallje zyrtarisht terroriste, është diskriminimi serbe në bazë etnike. Por këto kanë reaguar edhe bashkësia ndërkombëtare. Mos harroni, nëse na bëjmë si eksperimente nacionaliste, na shkelim një kontratë me kapë pavarësi, që është janë të Carit. E aty do të shkel fare. Pikërisht. Bashkëpunimi me ta duhet të bëhen normal shoqërinë tonë. E qartë dhe... Bashkëpunimi me Serb po jo me listën serbe, duhet tjetë normal. Ne kemi po prirësit e tyre, njoni prej tyre është i arratisën prej drejtësisë, të tjerët i kemi po në posbloqe duke i gjujt këforin, do me thonë një njerëz veç destruktiv për Kosovën, me Serbët pa dyshim që duhet bëjmë koalicione, bashkëpunime, sepse janë pjesë e shoqërisë tonë. Por lista serbe veç pritet me u marrë i vendim, se për ndryshe e kanë tregu vetën kush janë ata, nuk ka nevojë të vendimet. Lista serbe është një prej bashkëpunëtorëve më të ngushta vetë Lëvizjes Vetëvendosje. Nuk është drejt, jep ma fjalën. Po që dhe ka dalë si e na të shku drejt fundit, zotri Shala. Është një përmesin vogël. Lista serbe, individ caktuar janë terrorist, po individ caktuar nuk ta bëjnë një organizim terrorist. Nëse sot një deputet i VVS vjen në burg, e janë këtë kriminela, a janë këtë hajna, dhe makina leni. Pra, unë e dakord që me shpallë terroristës organizat. Deshëm ne, përfaqësuesja më e madhe e serbëve në kuvend është lista serbe. Absolutisht, zotri Shala. Ardiani bëhet me qytetar serb. Ata nuk përfaqësohen, demokracia përfaqësuese. Nuk ka e referendet. Prandaj ti duhet me ta mund me folë. Veçanërisht ligjërisht në rregull. Keni plotësisht të drejtë, zotri Shala, mirë që e sqarua situatën. Zotri Zëshiri, kjo do t'jetë dhe pyetja ime fundit për juve. Lista serbe, do t'jetë pjesë e institucioneve si vjetë, apo në këto zgjedhje? Unë mendoj se është ba do të thotë, një narracion shumë i gabimt për sa i përket listën serbe. Ata janë përfaqësues të zgjedhur nëpërmes një vote legale, institucionale, kështu me radhë. Është një fjalë, miku mbaje afër, armiku mbaje edhe më afër. Unë mendoj se është bërë gabim largimi do thotë mos përfshirja e listës serbe, duhet gjithsesi që të përfshihet, duhet të llogaritet si përfaqësues të komunitetit serb që jeton në Kosovë. Do thotë ne këtë dim atë backgroundin, por megjithatë nuk duhet të iket do të nuk duhet të ketë frikë që në ndonjë situatë caktuar ata 10 deputet që janë deputet Republikës Kosovës të përfshihen në votime të ndryshme. Do të thotë është bërë kështu një lloj narracioni që nuk është mirë, sepse ti realisht pihub 8% të deputetëve të Republikës Kosovës i ki të pashfrytëzueshëm. Do të thotë kja e bën situatën jashtëzakonisht vështirë kur dëshiron me kriju shumicë, kur dëshiron me kalu ligjet, kur dëshiron kështu me radhë. Do të thotë është jo logjike që 8% të votave të mos jenë në llogaritë politike të partive politike. Kështu që duhet gjenden mënyra që edhe të kontrollohet, po edhe të futet në jetën institucionale të Republikës Kosovës. Mendoj se kjo do të ishte aja suksesi më i madh i partive shqiptare ose i Kosovës si shtet, nëse do të përfshihej lista serbe nëpërmes
një kontrolli dhe përfshirje të kontrolluar në sistemin institucional, ashtu që është para në statut edhe me ligje tjera. Zotër Rëzëqiri, shumë faleminderit që ishte me ne gjithmonë kënaqësi me bashkëbisedu me juve. Gjithashtu, zotër Shala, prof, faleminderit shumë që ishe me ne dhe shpresojmë se të ardhmen të diskutojmë edhe këtu në studio bashkë. Mira, termin që është koha ta shohim edhe rezultatin e pollit, do ta marrim nga një koment të shkurtër nga zotri Gaxherri dhe gjithashtu zotri Softolli në lidhje me atë se çfarë kanë votuar qytetarët. Listat për deputet për zgjedhjet e 28 dhjetorit, përsëritje e rezultateve mendojnë vetëm 33%, ndërsa rezultatet e reja 67%. Me të vërtet nuk e prita një lloj të tillë të rezultatet e Gaxherrit. Zotri Gaxherri, po na ndryshojnë edhe Po na për s'ka jemi të shku në zgjedhje. A mi ndru rezultatet, a mi martë njëta. Ate në shumë kolla e farpuna. Shiko, Kroni, vërtet mbi 5% është vërtet e vështirë të ndryshohen rezultatet, por ne si shoqëri duhet të ndryshojmë rezultatet. Ja kemi dhënë njerit mundësin 5 vjetë, kërkas jemi si shtet për 5 vjetë veç regres. Mo, deri kur, a jemi shikus tjetës tona, qka se mësë shprejmë kesh. Thjesht kemi nevoj për ndryshim. Po përmbyllim me një koment nga ju? Besoj që uroj, në fakt që tjetë edhe vullneti qytetarëve kë. Mirë, faleminderit zotri Softolli, zotri Gaxherri, gjithmonë kënaqësi me bisedu me këtë dyshën studio. Do të shkëputemi me pak publicitet dhe do të rikthehemi, do të flasim për një deklaratë jashtëzakonisht serioze të deputetit sërb Nenad Çanak. Megjithëse është shumë i hapur ndaj situatës në Kosovë dhe realitetit që na rrethon, i njëjti ka thënë se në rast të fitores së Rusisë në Ukrainë, rendin e luftës do ta ketë Ballkani, se cila qëndron e vërteta analizojmë në bllokun e radhës pas marketingut.